Familja e Blerim Kadriut ka hapur të pamën e Podujev. Blerimi ka humbur jetën në Astana të Kazakistanit në vendin e tij të punës pasi ka rënë nga një lartësi prej 20 metrash. Edhe pse nuk deshën të prononcon para kamerës, familjarët e tij kanë thënë Tribuna Channel se janë në pritje të trupit të viktimës, ndonse nuk kanë informata se kur mund të kthehet trupi i tij në Kosovë. Zyra e Mabetex kishte njoftuar lidhur me tragjedinë e Astana përmes një komunikate për medje ku humbën jetën 3 punëtorë të kësaj kompanie: Blerim Kadriu, 34 vjeçar, Bekim Durmishi, 32 vjeçar dhe Luan Bakia, 39 vjeçar. Ndërsa kjo kompani ka njoftuar se viktima e 4 është Avni Maksuti, i cili ka ndruar jetë të martër pas plagëve të marra. Në këtë aksident janë lënduar Hajrush Hoti e Isuf Bekolli. Mabetex nuk ka dhënë detaje se kur mund të kthehen trupat e viktimave në Kosovë. Isuf Bekolli, që 8 vite kishte punuar në Kazakistan, bashkë me djalin dhe shumë familjar të tij. Vëllai Isufi, Tahiri, ka sqaruar se ata kishin shkuar në Kazakistan për një jetë më të mirë. Gjendja është qysh është, atja ta din mas mirë o për që janë atje. Këm djallën atje dhe djallën e vllaut janë atje. Ata po thonë që Jusufi ka thyu 3 bri. Dikur ka thonë urdu pe skeleve, nuk di tash, ata tje që janë urdu pe skeleve, ata dhe janë shkue. Për vetëm konë Kazakistan atje. Gjendja shëndetësore e Isuf Bekollit është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë. Rasti ndodhur në Astana ka zënë vend edhe në mediat atje. Ajazos Fazlioza, shefe e zyrës për shtyp në departamentin e emergjencave në Astana, ka konfirmuar për media tragjedinë e ndodhur atje gjatë ditës së hënë, një ditë para se të ishte konfirmuar edhe vdekja e Avni Maksutit. Për fat të keq, 3 nga ata humbën jetën nga lëndimet e shumëfishta. Ata ishin të moshave 34, 32 dhe 39 vjeç. 3 qytetarë të Kosovës u dërguan në spitalin numër 2. Ata janë të moshave 36, 59 dhe 47 vjeç, ka thënë ajo për televizionin Kakaz. Sipas kompanisë Mabetex, tragjedia vjen si pasojë kur punëtorët ishin duke zbërthyer skelet e një muri prej 20 metrash. Lidhur me shkaqet se si ka ndodhur tragjedia, janë duke u bërë hetime rëndësore në bashkëpunim me organet e shtetit, për çka dhe familjarët do të informohen detajisht, thuhet në komunikatën që Mabetex u ka dërguar medjeve.